Presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se do të diskutojë me presidentin kinez Xi Jinping çështjen e shitjes së armëve amerikane për Tajvanin gjatë takimit të tyre këtë javë në Pekin. I pyetur nga gazetarët nëse Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë furnizimin me armë për Tajvanin, Trump tha se kjo do të jetë një nga temat kryesore të bisedimeve me liderin kinez. Presidenti Xi doj që ne të mos i shesim armë Tajvanit dhe unë do të diskutoj këtë me të, deklaroi Trump. A i shtoi se Xi Jinping e do vendin e tij dhe si gjatë takimit pritet të diskutohen edhe energjia, Irani dhe marrëdhënie dypalëshe. Tajvani mbetet një nga çështjet më sensitive në marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Pekinit. Kina e konsideron ishullin si pjesë e territorit të saj, ndërsa Tajvani e kundërshton këtë pretendim. Shtetet e Bashkuara ndjekin politikën e njohur si një Kinë, por njëkohësisht mbeten mbështetësi kryesor ndërkombëtar i Tajvanit dhe janë të detyruara me ligj të ndihmojnë në mbrojtjen e tij. Shitjet amerikanëve të armëve për Tajvanin kanë shtuar vazhdimisht tensione me Pekinin. Në dhjetor, Trump miratoi paketën më të madhe ushtarake për Tajvanin me vlerë mbi $11 miliard. Ndërkohë, zyrtarë amerikanë kanë kërkuar që Tajvani të rrisë më tej shpenzimet për mbrojtjen, ndërsa administrata Trump ka theksuar se politika amerikane ndaj Tajvanit nuk ka ndryshuar.